mira. Por në Kosovë kemi raste dhe kur gjykata kushtetuese ka shkel të mirën e përgjithshme. Për shembull, në çfarë raste? Aktgjykimi i datës 23 nëntor të vitit 2023 më ka lënduar më së shumti. Cili për shembull është? Ai i cili ka hequr mundësinë që ne të kemi çmime tavan për produktet bazë. Okay. Inflacioni kumulativ në këto 4 vite është rreth 22%. Dhe çmimet e fryra në disa raste, sidomos për produktet bazë, janë pasojë e drejt për drejt që gjykata kushtetuese e ka hedhur poshtë ligjin me të cilin ne patëm vendos tavan për profitet e kompanive për produktet bazë. Në këtë mënyrë që shporta ushqimore me gjesendet elementare për qytetarët e Republikës, për familjet e Kosovës, të ketë kufi. Po. Edhe praktikisht çfarë na tha gjykata kushtetuese është ju mund ta mbledhni buxhetin si të doni, por si ta shpenzoni atë e përcaktojmë ne. E po ashtu i bie që gjykata kushtetuese ta formojë një parti politike dhe të marrë pjesë në zgjedhje. Për shembull, Inflation Reduction Act, ira e ish-presidentit amerikan Biden, nuk do të kalon të gjykatën tonë kushtetuese. Nuk mund të jenë tash më të mençur këta se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.